se keni ardhur në një video tjetër këtu në kanalin tim. Sot është ditë e diel, sepse dje nuk xhirova dhe nuk shkova nga të përdorat, duke qenë se bëhet të shtunave ai flow marketi që mua më pëlqen, sepse nuk pata mundësi, por që sot kemi një flow market, sepse sot është data 1 mars dhe duke qenë se çdo nuk e di fix si funksionon, po e di që është më duket në fillim dhe në fund të muajit, pra javën e parë dhe javën e fundit të muajit bëhet një flow market tjetër, kështu që sot do shkojmë atje. Unë jam bërë gati, thjesht duhet që të vishem shpejt e shpejt, por përpara se të Po, mami, edhe ti je gati, edhe Anja është gati, dhe përpara se të iki, dua t'ju tregoj një porosi të vogël të Temus që më erdhi dje nuk e mbaj mend. Atëherë, që tregoj shpejt e shpejt. Si fillim më erdhi ky poçi këtu, më pëlqen shumë dhe unë kam si këta, po asnjëherë nuk kam të ngopur sepse janë shumë cute, edhe mund të vendose të sistemoj gjërat e mia. Shikojeni pak, është në këtë ngjyrën kështu si limoni. Është shumë i bukur, ka këtë detajin këtu me trëndafil dhe mezi po pres që ta përdor. Shumë cute. Gjëja e dytë që mora është kjo nuk është ring light, është dritë për kamerën dhe për telefonin. Është kjo që unë kam vendosur tani për momentit e kamera. Është kështu, ka dhe kapse për telefonin edhe këtë dhe e bukura e kësaj është që i ndryshon ngjyrat dhe më pëlqeu shumë edhe fushia. Kalojmë te gjërat e tjera, kam marrë disa kështu për pushin e frityrës, kam marrë disa të tjera kështu, do t'i provoj, nuk i kam provuar asnjëherë këto. Kam marrë një nga këto për ripat, kështu, për të bërë ato brinat e ripave. Çfarë kam marrë tjetër? Okej, unë kam porositur edhe këto për perdet, se mendova për bashkëpunimin që do ju tregova në videon e kaluar për perdet. Mendova se nuk do t'i kishte, pa jo i kishte vetë, por gjithsesi do t'i mbaj se sigur do më hyj në punë më vonë, ndoshta bëj një perde tjetër. Mora dhe këto të tjerat që ishin në formë rrethi, edhe këto. Dhe gjëja e fundit që mora është një rrip ngjyrë kaf i thjesht, sepse unë nuk kisha rrip ngjyrë kaf. Ne ta hapim tani. Këtëna. Ja. Kështu duket i thjesht, duket kualiteti mirë. Me këtë përqinën kështu gold, edhe kështu duket dhe ripi, se unë po nxitoj pak nga që ka shkuar vonë dhe nga që nuk kemi bërë gati akoma, nuk kemi veshur, edhe prandaj po nxitoj. Dhe të fundit që porosita në Temu dhe mezi po i prisja, janë këto kapset kështu, është një pako plot me këto, dhe doja, siç e pa në mëngjes që po bëhesha gati, për të mbajtur ondet gjatë natës, edhe në moment që t'i hap të mbajnë, sepse floku im nuk e di, po nuk i mban fare ondet, dhe thash ndoshta është ky problemi që nuk i mban, kështu që mora këto shumë të mira, edhe të mëdha ashtu siç unë i doja. Dhe shpejt tani dalim, sepse mezi po pres që të bëjmë pak thrifting sot.
erdhëm nga flormarketi, nuk e keni idenë se sa ditë e bukur që është sot. Në fakt ka 2 ditë që po bën kështu. Është komplet diell, është koha e ngrohtë, mund të rish edhe me krah të shkurtra nëse rri aty ku të kap dielli. Dhe ne normal morëm disa gjëra të vogla në flormarket, po më shumë pam, ishte shumë bukur edhe kishte shumë gjëra antike. T'ju tregojmë tani gjërat që morëm nga flormarketi. Mora këtë lodrën që është super e mirë. E mendova për Anjën sepse duke qenë se Anja ka shumë lodra të tjera dhe të vetmet që mundohemi që t'i blejmë tani janë lodra edukative. Dhe kjo është një pajisje e tillë, është kjo këtu, që vendosen kartat dhe kjo kutia këtu është pafund me karta. Shikojeni pak, sa shumë karta që ka këtu. Ishte në fakt të ndara me kuti, po Anja i hoqi kutit dhe i ka vendosur të gjitha këtu dhe t'ua tregojmë tani se si bëhet. Merret një kartë kështu. Prit mami. Do ta bësh ti? Okej, ha bëja. Ka qef ta bëj vet. Okej, vendose kështu? Tomate. Tani kjo, kur vendos këto kartat, është 2 gjuhësh, është gjermanisht edhe anglisht, dhe si fillim e thot gjermanisht dhe pastaj në anglisht. Edhe anglishtën duhet ta mësoj sepse është gjuhë e rëndësishme. Dhe ja ta vendosim edhe një herë. Edhe pastaj në anglisht. Si bën ndërkuci, mami? Të vendosim edhe këta. Okej, prit. Nuk e di, po është shumë lojë e bukur dhe gjeni pak sa e mora. E mora për vetëm 2 euro dhe ja super vlen. Shikojeni pak se sa shumë karta që ka këtu. Ka pjesët e trupit, ka kafshët, edhe me gjitha është super bukur që i ka në të dyja gjuhat. Prit mami? Okej, luaj ti tani se do të tregoj mami këto gjërat e tjera që morëm, okej? T'ju tregoj tani këto gjërat e tjera, mora këto getat, kishte diku të 3-4 palë aty, janë në pako, edhe unë zgjodha këto që janë ngjyrë mishi, se duhet, ku ke ndonjë rast, edhe janë të dëmës. Nuk e di sa mund të jenë këto të dëmëja, do futem pak të shoh për kuriozitet pastaj, po unë i mora për vetëm 50 cent, janë në ngjyrë mishi. Pastaj mora këtë bluzën për Anjën që mu duk kaq e lezetshme. Tani Anja për vitin tjetër sigurisht që nuk do e ketë, se është fiks dhe i rinte fiks, është e Zarës, por më pëlqeu shumë kjo lulja tani për pranverë, edhe më e bukur është edhe pjesa nga prapa. Shikojeni pak sa bukur, edhe ngjyrat në harmoni shumë të bukur me njëra tjetrën. Edhe këtej, tani për në pranverë do ta ketë super të bukur. Edhe ky shkrimi këtu. Dhe çfarë mora tjetër? Okej, se këtë e kam këtu te xhepi. Mora dhe këtë lugën e vogël që aty ka shumë lugë në fakt, edhe ka me vërtet shumë të bukura dhe me ikona të tjera, po kjo mu duk shumë e veçantë dhe mora këtë që është me këtë çajnikun këtu lart dhe mendova në momentin që pi çaj do duket shumë bukur. Është super e veçantë. Këto ishin të gjitha gjërat që ne morëm, kishte edhe gjëra të tjera, po pak a shumë dole më shumë për t'u kënaqur, duke qenë se koha ishte edhe e bukur. Këto janë gjërat që morëm dhe tani un po ndërrohem, edhe po nis të filloj edhe të bëj drekën. Kjo është edhe rëmuja që bëra në mëngjes duke ju treguar shpejt ato gjërat e Temus. Sa më pëlqen kjo ngjyra e këtij. Shikojeni pak sa bukur që është. Shumë e lezetshme. Nëse se këtu do vendos skincare-in.
dita tjetër e këtij vlogu. Unë jam zgjuar herët sot në fakt, çova anjët e kopshtit dhe pastaj shkova që të mbylja disa punë që kisha në majs. Nuk mbarova punë, por shpresoj që këtë javë të mbaroj punë. Pastaj shkova piva një kafe me shoqen, kemi zënë një rrezë dielli aty sepse ka disa ditë që këtu po bën koha shumë mirë dhe e ka dhënë gjithë javën për diell dhe na kënaqi. Piva një kafe me shoqen, pastaj vajti ora që të marranjen, edhe tani jemi në shtëpi. Do mundohem që të bëjmë ndonjë gjë për të ngrënë tani dhe ndërkohë presim që të shkojmë tek kursi i baletit. Anja në fakt është regjistruar shumë herët, në shkurt e kishte për ta filluar, por në shkurt nuk, domethënë bëri vetëm këtë javën e fundit të shkurtit, sepse javët e para një herë mungoi zysha, një herë ra dita që kishte kurs, ishte ajo dita e karnavaleve që këtu e bëjmë pushim, kështu që i ra vetëm një herë që ta bënte tani në fund të shkurtit dhe sot është hera e dytë. Është një emocion më vete. Është me vërtet një emocion shumë i bukur sepse besoj se çdo gocë kur është e vogël do edhe i pëlqejnë këto gjërat me balet, me balerin, edhe më bën shumë qefi që në ditët e sotme fëmijët i kanë të gjitha kushtet, edhe aq më tepër Anja e ka mundësinë edhe shkon te kursi që ajo do, për momentin ajo po pëlqen baletin dhe ne zgjodhëm që ta çojmë te baleti dhe nëse ajo më vonë nuk e pëlqen, normal do zgjedhim një kurs tjetër, por jam shumë e lumtur që këtu janë mundësitë edhe është momenti tani për ta çuar dhe për të shprehur ato dëshirat e veta. Nuk e di, po nuk ka lumturi më të madhe se sa kjo. Besoj kush është prind ma kupton. Unë herën e parë isha aq e lumtur dhe aq e gëzuar saqë mu duk sikur do e filloja unë. Edhe Anja është shumë e lumtur, mezi po e pret sot që është hera e dytë. Do ta vesh tani, do ta bëj gati, megjithëse atje kishte edhe rroba ndarrimi, por që zgjedh më mirë që ta vesh këtu edhe atje të rrim të jemi gati, kështu që do ta vesh dhe bëj gati edhe ikim për të çuar Anjën në balet. Tani arritur pak Anjës baluket edhe kur ja bëj pak me xhel këtu sikur i shndrojnë. I ka më mirë tani se që kishte kur i preu. Tani veshim fustanin, okay? Fustanin. Do të veshim puca tani? Të pëlqen atje te kursi ty? Shumë apo pak? Shumë. Shikojni pak sa të lezetshme janë edhe këto. Po do akry të pare të baletit. Po, mami, këto do mbash të baleti. Dhe i bëzilu? Jo, po. Jo, aha, po. Kemi gati, tani unë po vesh në një që të shpejt, një par jeans edhe një xhaket sipër edhe po dal. Lately I've been thinking about you. Made me wanna try and undo everything that hurt you bad and made you sad. Sorry I was bitter. Lately I've been thinking about you. Made me wanna try and undo everything that hurt you bad and made you sad. Sorry I was bitter. I'm sorry I couldn't be better for you. I'm sorry I couldn't be better for you. Yeah. 난 아직 미안해 remember the times 난 아직 집 앞에 서 있어 아직 기억이 나 It's bittersweet now
하루 지나가도 I ain't sleeping in now 미치도록 노력해도 can't explain how yeah 좀 더 잘할걸 같이 있을 때 I should've said it 말할걸 미안하지만 난 이제 moving on and on 이제 삶도 지쳐 Aty që të mbaronte Anja dhe vetëm kur më merr Sabi në telefon dhe kisha harruar që të lija Chelsea, kështu që tani po shkoj direkt jap Chelsea dhe ndoshta vjen edhe ai me mua, edhe të dalim duke qenë se koha është shumë e mirë, të presim të mbaroj Anja dhe ndoshta shkojmë që të ham ndonjë gjë. Nuk e di, po kur del dielli këtu janë të gjithë kështu të gëzuar, optimist, të vjen të dalësh, të hash, të pish diçka, është super bukur. Dhe nëse dalim për të ngrënë, ne kam një ide se ku do shkojmë, kështu që ikim. Baby, lately I've been thinking about you. Made me wanna try and undo everything that hurt you bad and made you sad. Sorry I was bitter. I'm sorry I couldn't be better for you. I'm sorry I couldn't be better for you. Yeah. 추운 겨울날 새벽 문자 보냈지 잠깐보다 술 취해 몰래 내가 보냈지 난 몰랐지 너도 같은 생각이라고 미안하단 말 없이 You told me that you gotta go 누구보다 You deserve a better man 내 말 들어봐 이제 연락하지 마 I don't think I can 후회될까봐 나 요즘 겁이 나 갈수록 좀 날겠지 For now I guess I gotta lie I know I was at my worst And I took you for granted And I took the wrong turns, wrong choices, yeah, took a